në edhin 5 të saj, ndaj dhe zotëri gjykatës, për të bërë drejtësin, duhet që këto 2 monstra të ulen në Hag para jush dhe jo luftëtar të lirisë. Të dashur miq, Edi Rama në 12 vite ka marrë përsipër misionin makabër të shpërbërjes së kombit ton, pasurisë më të madhe që ka Shqipëria, duke e përgjysmuar atë në 10 vite, duke shtruar në një të ardhme jo të largë Shqipërinë, në një territor gjeografik të zbrazur nga banorë të saj të lashtë miravjeçar, të zbrazur nga shqiptar. Kush u largua këto vite? Ke përzuri Edi Rama nga Shqipëria, ka përzër gjërësisht moshën e re, ka përzër i ri, duke i rëmbyrë Shqipërisë të ardhmen. Shqipëria pa rini do të thot Shqipëri pa të ardhme. 300 apartamente rezulton se ka lubia, ndërsa 104 vite duhet të paguaj njëri për të blerë një apartament dhe ndërtuar folen e tij. E kuptoni se s'mbrohen hajdutët, o të nderuar policë, ikni më mirë se s'keni punë aty. Lerni, betejën e kemi me hajdutët. Ka përzën shtres të mesme, duke o bërë jetën pa përballueshme. 33.000 euro pin verën, shish në vers në vit. Pin pra një shish e verë, sa që mirë 6 prej jush, rogën vjetore, e kuptoni ke mbroni apo jo. Me taksa u amori dhe ato pak fitime bizneseve të vogla dhe i përzuri nga Shqipëria, duke mos u lënë as një zgjedhje tjetër. Vetëm kaq do mjaftonte që Edi Rama të quhej armiku më i rrezikshëm i Shqipërisë. Shkoj me tutje. Edi Rama në 12 vite volli dhe plaçkiti Shqipërinë sa as një pushtues tjetër në histori. 67 milion janë administruar nga Edi Rama këto 12 vite. Hiq rrogat dhe të paktën 90% e këtyre parave janë vjedhur. Vetëm dosjet e Akshit mjaftojnë që të kuptohet se incineratori nuk ishte një skemë vetmur, por një sistem vjedhje që përdoret për të grabitur 90 dhe herë edhe 100% të parave të shtetit nga vetë Rama, Baxhua, Baxhanaku i tij, familjarët e tij. Vjedhje të tilla vetëm një armik i pamshirë është i aftë t'i bëj një populli. Sepse të vjedhish një kom për 13 vite, ti shkakton atij vendi pasoja shumë të rënda. Ti ndalon 13 vite zhvillimin normal që duhet kishte vendi, ndërkohë kur kombet tjera kapin dhe te i kalojnë me vrap horizonte. Revolta dhe vetëm revolta. Revolta për largimin e tij është kushti i gjitha kushteve për të fituar kohën e humbur. Ti Edi Rama le mbrapa popullin 13 vite me paga dhe pensione, ndërkohë që kombet tjera ecin pa ndalshëm drejt begatimit. Revolta dhe vetëm revolta për largimin e tij është rruga drejt begatimit për qytetarët shqiptar. Ti Edi Rama me një krim të vërtet kundër njerëzimit le të smurt pa ilaçe në mshirën e smundjes, siç e keni parë të gjithë. Revolta dhe vetëm revolta për largimin e tij është rruga për të siguruar shërbimin mjekësor që të smurt meritojnë. Ti lën qytetarët në mshirë të fatit pas një përmbytje apokaliptike siç ndodhi në Durrës. Revolta dhe vetëm revolta është rruga për largimin e tij
dhe rikthyer qytetarëve shtetin që meritojnë. Miq, kjo nuk ka një mandat apo dy që po ndodh. Janë 4 mandate që Shqipëria po vidhet pa ndalim, vit pas viti. Po miqtë e mi, Edi Rama, armiku më i rrezikshëm i Shqipërisë, nuk mjaftohet vetëm duke vjedhur dhe për zërin shqiptar, por ai tani, pasi Bashkimi Evropian i tha se duhet përballet me ligjin, duhet përballet me drejtsinë për pasurinë që u ka vjedhur shqiptarëve ai dhe ministrat e tij si organizatë kriminale, ka vendosur të shkpusë Shqipërinë nga integrimin në Bashkimin Evropian, të shkatrojë ëndrrën e 10 brezave të këtij kombi për Shqipërinë, zojnë në Europë. Revolta dhe vetëm revolta e shqiptarëve dhe largimi i tij është rruga për të mbrojtur ëndrrën evropiane si ëndrrën më të bukur të kombit tonë. Së fundmi, Edi Rama është armiku më i rrezikshëm i shqiptarëve, sepse ai kërkon t'i shkatrojë Shqipërisë dhe kombit shqiptar traditat. Kur më parë ndër shekuj ndonjë armik nuk ka ndërmarrë një sulm të tillë ndaj shqiptarëve dhe vendit tyre. Dhe nga të gjitha dëmet që Edi Rama i ka shkaktuar Shqipërisë, vetëm kjo nuk riparohet, sepse nëse ne nuk parandalojmë atë sot, ajodet rrënimtare përfullimisht për ne. Shqipërinë e larguar mund ta rikthejmë me politika dhe incentivat e duhura. Para të vjedhura do t'i gjejmë dhe t'ja u kthejmë një për një qytetarëve. Rrogat, pensionet, minimumi jetik do t'i 2-3 fishojmë. Të gjitha këto janë pjesë e programit tonë që paraqitëm në maj. Por miqtë e mi, nëse lejojmë këtë sekt anti-shqiptar të shkatrojë me të shenjtën familjen shqiptare, de facto është shkatrimi i Shqipërisë, sepse familja ka qenë historikisht shtylla më kryesore e ekzistencës sonë. Ndaj dhe përgjigja jonë do jetë revolt dhe vetëm revolt për të mbrojtur familjen shqiptare, revolt paqësore, sepse ne jemi Partia Demokratike, me revolt paqësore ne shemën diktaturën hoxhiste komuniste, me revolt paqësore do shemim narkoshtetin e Ramaduros. Por ama, me revolt paqësore ndaj një armiku i cili e ka çuar Shqipërinë në pikën më kritike të ekzistencës saj. Çdo shqiptar duhet jetë i qartë sot në pritshmërinë që ka ndaj popullit opozitar kundër një armiku të tillë që sot ka gjithë pushtetet dhe mbështetet nga kartelët e drogës më të dhunshme, më të fuqishme në botë, nuk fitohet vetëm. Të gjithë e patju se çfarë ishte Edi Rama i aftë të bëj kundër gjykatës kushtetuese për të mbrojtur vjedhjet e tij. Ndaj cili do që mendon se një opozit mund fitojë zgjedhjet kundër atij, është jashtë i realiteti. E kemi thënë dhe themi përsëri, me Edi Ramën zgjedhje të lira nuk ka,